Në Shtetet e Bashkuara, gjykatat kanë vendosur të rishqyrtojnë çështjen e shtetases shqiptare Qile Precetaj, e cila ishte urdhëruar për deportim. Sensibilizimi i medias dhe i komunitetit shqiptar e bëri gjykatën ta shtyjë çështjen dhe kolegja jon Joana Allamani bisedoi me zonjën Precetaj, si dhe me avokatin e saj. Joana, cilat janë komentet që ke marrë deri tani? Po Laura, le të sqarojmë fillimisht rastin e saj për shikuesit tanë. Shtetësja nga Shqipëria Qile Precetaj erdhi në Shtetet e Bashkuara në vitin 2000. Ajo thotë se erdhi në kërkim të një jete më të mirë dhe për të shpëtuar krimit dhe rrezikut të prostitucionit në vendin e saj. Zonja Precetaj hyri në mënyrë të palishme duke kaluar kufirin nga Kanadaja dhe u vendosë në shtetin e Michiganit. Atje ajo martua me Pjetër Gojçević dhe tani është nënë e 3 fëmijëve me shtetësi amerikane. Ka një djalë 11 vjeç dhe 2 vajza 6 dhe 4 vjeç. Kërkesa e saj për azil politik u hodh poshtë në vitin 2007 dhe më vonë u refuzua edhe nga gjykata e apelit në vitin 2008. Pas humbjes së gjyqit u dha urdhri për deportim dhe tani familja e saj është në rrezik të ndahet. Fëmijët e saj, amerikan, mund të rinë në Shtetet e Bashkuara me gjyshën e tyre, e cila edhe ajo është shtetëse amerikane, por zonja Precetaj dhe bashkëshorti i saj thonë se problemet me ligjet e imigracionit po të cënojnë harmoninë e tyre familjare. Vjen shumë keq se ma kanë vë bilizykun në kam, e më kanë bë monie se jam kriminele, se kur ja kam pa vetë bilizykun në kam, diku na vetë kam menua se ai person është kriminal, diçka ka bën shumë keq. Edhe më kanë bë monie kriminele para fëmijëve mi, se djali jem është 11 vjeç, djali jem nuk e kupton. Djali jem ka pas raste a quan midis natës kur ka fillua bilizyku me bërtit. Dhe tani që përgjigja është për rishqyrtim, çfarë do i thonit autoriteteve gjykuese, çfarë thirrje do i bënet atyre? Ju lutem shumë që të mundohen me kuptua situatën teme shumë të vështirë. Bajnë diçka me mnalua këto në këtë shtetë. Se fëmijat mi kanë le këto, s'din shqip, kur gjam. Për as 24 sahat më kanë dhënë kohën të bëhem gati e ta di se janë të nisën në shtetin tem. Çfarë do të ndodhte me familjen tuaj nëse përgjigja do ishte për deportim dhe jo për të ndenur në Shtetet e Bashkuara? Menoj se familja ime do të ishte në rrezik. Sidomos vetë jeta ime mundet me kanë në rrezik. Fëmija mi kur dikush shikon për mua e murren atje, menoj se edhe fëmija mi do të kishin shumë vështirë jetën. Joana, ti bisedove dhe me avokatin e zonjës Precetaj. Si e komenton ai këtë situatë? Po, avokati i zonjës Precetaj, Andrew Johnson, na tha se kisha arritur të siguronte rishqyrtimin e çështjes, se kjo është një çështje që varet nga autoritetet e imigracionit, sepse ata nuk mund t'i deportojnë të gjithë imigrantët e palishëm. Pra, ata zgjedhin se cilët persona do të deportohen në fillim. Zoti Johnson thotë se aktualisht gjenden rreth 500.000 imigrantë të palishëm, ndaj të cilëve ka urdhra dëbimi. Sipas tij, urdhrat e dëbimit kanë përparësi, personat me precedent penal janë të parë që largohen, dhe i shprehu habi se përse një person si klientja e tij, pas një shkelje ligjore, është vënë në krye të listës. If they decide to put her in front of the line, which would make no sense. Nëse autoritetet e vendosin atë në krye të radhës për deportim, gjë që nuk do të kishte kuptim, familja e saj do të ndahej. Ajo ka 3 fëmijë dhe ndodhet në Shtetet e Bashkuara prej 13 vjetësh, duke u kujdesur për këta fëmijë. Ne shpresojmë se kjo çështje do t'i kalojë dikujt në administratën e presidentit Obama. E vetmja gjë që kërkojmë ne është që ata ta marrin në shqyrtim çështjen, sepse ajo u trajtua në mënyrë jo korrekte për sa i përket procedurës. Ekspozimi i këtij rasti në media ishte vetmja gjë që e shmangu deportimin, dhe ne do të vazhdojmë përpjekjet për ta nxjerrë këtë çështje në publik, që deportimi të mos ndodhë. Pra, për momentin, zonja Precetaj do të vazhdojë të qëndrojë në Shtetet e Bashkuara në pritje të një vendimi përfundimtar. Është vështirë të thuar se sa kohë do të duhet për të, ndërkohë Kongresi është duke shqyrtuar një reformë imigracioni dhe mbetet për tu parë nëse ajo do të përfitojë apo jo dot nga kjo. Ne shpresojmë më të mirën për këtë nënë dhe 3 fëmijët e saj. Faleminderit, Joana. Faleminderit, Laura.